Ja. Përshëndetje, ju përshëndes, nga Maja Marit Krujës, jam tek Salsatiku. Do t'i tregoj një histori shumë interesante që e kam përjetuar vetë, për herë të parë kur kam ardhur në Salsatik këtu e para 33 viteve. Teksa do shikojmë rrugën se si vihet nga Kruje deri në Salsatik, gjithashtu do ju shfaq me ju historinë që kam ardhur këtu dhe ka gjetur shërim djali im vetë. Pra, nuk është një histori e dëgjuar, nuk janë fjalë vesh më vesh, por është diçka që unë e kam përjetuar vetë. Dëgjojmë një historinë dhe shikojmë rrugën se si vihet tek Salsatiku. Sot dua të ndaj me ju mrekullinë që përjetova në shpellën e Salsatikut. Po ju tregoj ato që kam jetuar vetë. Kur zemra më digjej, kur shpresat më kishin humbur, kur mjekët më kishin thënë se nuk kishte më rrugë zgjidhje, dhe isha në javën e fundit të muajit të 9 të shtatzanisë me fëmijën e dytë. Kështu që 9 muajsh e shtatzën, me fëmijën e sëmur në krah, mora rrugën e malit. Unë gjita me dhimbje, unë gjita me mundim, unë gjita me frikë, por mbi të gjitha, unë gjita me besim. Dhe ajo që përjetova në atë shpellë është një nga ato ngjarje që nuk mund t'i harrosh kurrë. Nuk dua t'ju them se çfarë duhet të besoni. Unë po ju tregoj vetëm ato që më ndodhi mua, por një gjë e kam mësuar nga ajo ditë. Kur nuk ke më asnjë rrugë tjetër, mos e humb shpresën, sepse lutja e sinqertë, besimi dhe mundimi i një zemre që kërkon shpëtim, nuk harrohen. Dhe unë, edhe sot pas kaq shumë vitesh, kur kujtoj atë ditë, them vetëm një fjalë: mrekulli. Pra sot, nuk dua t'ju sjell një rrëfim nga librat, as nga arkivat dhe as një histori që është përcjellë brez pas brezi. Sot dua t'ju tregoj ato që kam përjetuar vetë. Një ngjarje që më ka ndodhur në jetën time në vitin 1994. Dhe që edhe sot, pas kaq shumë vitesh, kur e kujtoj, më duket sikur e kam përjetuar dje. Në atë kohë isha shtatzën me djalin tim të dytë dhe ndodhesha në muajin e 9 të shtatzanisë. Por rëndesa më e madhe nuk ishte ajo që më jepte shtatzania. Ishte ajo dhimbje kur shikoja djalin tim që ishte vetëm 2 vjeç dhe vuante. Vuante dhe nuk gjeja shpresë askund. Ai prej muajsh vuante nga një sëmundje e rëndë. Mjekët na thoshin se gjendja e tij ishte shumë e vështirë dhe se nuk kishim më çfarë t'i bënim. Ai vuante nga azotemia dhe probleme të rënda të veshkave. Kur i fillonin krizat, të qarat dhe klithmat e tij ishin të tmerrshme. Kishin kaluar muaj të tërë në atë gjendje. Dhe unë si nën, po shija fëmijën tim të tretë përpara syve të mi. Kisha humbur shpresën dhe pikërisht atë herë ndodhi diçka që ende sot nuk di ta shpjegoj. Mu shfaq në ëndër shpella e Salsatikut. Sigurisht, si shumë njerëz të tjerë, edhe unë kisha dëgjuar legjenda për atë vend. Por të them të drejtën, nuk i besoja. Mendoja me vete, çfarë mrekullie mund të bëjë një gur? Çfarë mund të bëjë një shpellë në majtë të malit? Por kur një nënë sheh fëmijën e saj duke humbur jetën para syve, nuk i mbetet më asgjë tjetër veç se të kapet pas shpresës. Dhe unë u kapa pas Zotit. Isha në javën e fundit të muajit të 9 të shtatzanisë me djalin e dytë. Dhe mora vendimin të ngjitesha në malin e Krujës. Nuk doja të shkoja vetëm. Kështu që kërkova gocës së dajës tim të më japë si shoqërues me vete djalin e saj 13 vjeçar Shkëlzen Carën. Dhe patjetër që ajo nuk tha jo, por tha mere. Kështu që unë, me një fëmijë në bark, me djalin tjetër në krah, e shoqëruar nga Xelin 13 vjeçar, u nisa drejt malit të Krujës. Në atë kohë nuk kishte rruga që ekziston sot. Ishte një rrugë e vështirë kombësore, mes gurëve dhe shkëmbinjëve. Dhe unë nisa të ngjitem, me një fëmijë 2 vjeçar në krah dhe me një fëmijë tjetër që e mbaja në bark. Gjatë rrugës kishte shumë njerëz që po ngjiteshin drejt malit. Secili kishte arsyeën e vet, secili kishte shpresën e vet. Por kur më shihnin njerëzit më thonin: "Ti a je çmendur? Do lindësh rrugës, do vdesësh ti dhe do vdesë edhe bebja. Mos u ngjit, kthehu." Por unë vazhdoja.
sepse për mua nuk kishte më rrugë tjetër. Gjatë këtij udhëtimi, djali kërkoi të urinonte. Dhe si gjithmonë, urina e tij ishte e bardhë si qumshti, dhe kur ai urinonte, dhe nga dhimbjet klithmat e tij përhapeshin kudo, që këtë herë u përhapen në mal. Njerëzit që më kishin thënë të kthehesha, kur e pa gjendjen e tij, e kuptuan sepse unë po ngjitesha drejt malit. Djali kishte 7 muaj që uritonte si qumësht, krejt bardhë në mes dhimbjeve. Dhe sa herë urinonte, e kapnin krizat e dhimbjes, që asgjë nuk e shqetësonte. Kështu që mendimet e njerëzve të panjohur që takova gjatë rrugës dhe mendimen e Xenit, duke u kapur pas shkëmbinjeve dhe duke marrë frymë me vështirësi sepse ishte shtatzania që më jepte vështirësitë e saj, së fundi arrita në maj të malit. Hyra në shpellë, u ula dhe u luta. Nuk u luta me fjalë të bukura, nuk u luta në asnjë gjuhë të huaj, por u luta në gjuhën tonë shqipe dhe u luta me besimin e thellë në zemër e në shpirt, teksa vuaja ku shikoja djalin që nuk isha ç'ti bëja. U luta me dhimbjen e një nëne. I thashë Zotit, o Zot, nëse ka edhe një rrugë, ma shpëto fëmijën. O Zot, ti që në krijove, ti që na dhe jetën, ti që krijove gjithçka në këtë botë, ti nëse don edhe këtë dhimbje e largon fëmijës tim. O Zot, o më shpëto djalin, ose më merr edhe mua jetën dhe mos më jep shans që të kthehem mbrapsht. Kjo ishte lutja ime. Në atë kohë, dëgjoje njerëzit të thoshnin sa ai që hynte në shpellë dhe i lutet Zotit me zemër, nëse e zinte gjumi aty, mund të gjente shërim. Isha brenda në shpellë dhe lutesha. Unë lutesha ndërsa djali qante. Dhe kështu, pas disa minutash, papritur djalin e zuri gjumi. Kur e zuri gjumi, shpresa ime u rit edhe më tepër, sepse në veshët e mi gjëmonin ato fjalë që kur shkon te kjo shpellë dhe flen gjumë, të gjithë të këshijat i ngelin aty dhe gjen shërim. Kështu që teksa pash që djali im po flinte, shpresa ime u bë edhe më e madhe se mali i krujës. Dhe veç se mendoja me gjithë zemër dhe shpirt duke i lutur Zotit që gjithçka e keqe që kishte përfshirë djalin tim të ngelte në këtë shpellë. Djali fleti për rreth 30 minuta. Kur u zgjua, ashtu e mora në krah dhe dola jashtë. Pasi dola jashtë, aty në hijen e arrës së madhe që ndodhet në shpatin e malit, njerëzit të cilët kishim udhëtuar së bashku dhe disa të tjerë, ishin ulur dhe po hanin bukë. Djali më pa dhe më tha, o ma, kam uri, dua bukë, por unë nuk kisha marrë asgjë me vete, sepse djali deri tashmë kishte muaj që jetonte vetëm me surum dhe kur i jepja diçka të pinte ose të hante diçka të butë, ato me zorja jepja, u habita. Dhe pa nguruar fare i kërkova njerëzve që ishin ulur të hanin aty në hijen e arrës, i kërkova pak ushqim për djalin. Të gjitha hapën stracat dhe të gjitha zgjatin diçka nga dora e tyre. Por ajo që ndodhi më pas më bëri të dridhem. Ishte hera e parë pas rreth 7 muajsh që djali im hante bukë pa qarë dhe pa u ankuar. Pastaj më tha, o ma, më vjen urina, ky ishte tmerri im. Dhe këtu zemra desh me pushoj, sepse e dija çfarë do të ndodhte sa herë që ai urinonte. Por këtë herë nuk pati dhimbje, urina nuk ishte më e bardhë si qumësht, ishte normale. E pyeta Juli, a ke dhimbje? Jo, më tha. A të dhem veshka o ma? Jo, më tha. Dhe pastaj më kërkojnë të lunte me fëmijët, ashtu i qetë, sikur kur ky fëmijë nuk ishte qenë sëmur. Nuk po e besoja atë që po shihja, jo vetëm unë, por të gjithë ato njerëz të cilët kishim ndarë shpatin e malit dhe më kishin ndihmuar gjatë rrugës. Edhe ato nuk o besonin dhe thanë si ka mundësi. Pra, kishte ndodhur ajo që unë tashmë dhe gjithmonë e quaj mrekullia e Zotit. U ktheva në shtëpi dhe pas 2-3 ditësh e dërgova djalin përsëri në kontroll. Kontrollet i bënin në spitalin e Krujës. Mjekët u habitën pasi bën analizat dhe thanë, si është e mundur. Ata heninin gjendjen e tij. Ato i kishin ndjekur që prej 7 muajsh. Dhe nuk mund ta kuptonin se si, pas një kohe kaq të shkurtër, analizat i kishin ndryshuar dhe fëmia nuk po shfaqte më atë gjendje që ato i kishin parë për 7 muaj. Kjo ngjarje ka ndodhur në Krujë në vitin 1994. Dhe dëshmitarët e saj janë jo vetëm mjekët që shërbenin në atë kohë,
por edhe njerëzit që më takuan gjatë rrugës në malin e Krujës, edhe familja ime dhe ato të afërm të mi, të cilat e kanë përjetuar këtë gjendje bashkë me mua. Nuk po ju tregoj një histori që e kam lexuar diku, por po ju tregoj ato që kam jetuar veta. Kur zemra më digjej, kur shpresat më kishin humbur, kur mjekët më kishin thënë se nuk kishin më rrugëzidhje, isha një nën në fundin e shtatëzanisë. Kështu që me fëmijën e sëmur në krah, mora rrugën e malit, me shpresën dhe besimin tek Zoti. Unë gjita me dhimbje, me mundim, unë gjita me frikë, por mbi të gjitha, unë gjita me besim. Dhe ajo që përjetova në atë shpellë, është një nga ato ngjarje që nuk mund t'i harroj kurrë. Nuk dua t'ju them se çfarë të besoni. Unë po ju tregoj vetëm ato që më ndodhi mua. Do marr sipër? Jo, makinën, faleminderit. Okej, ta kalosh mirë. Faleminderit shumë. Por një gjë e kam mësuar nga ajo ditë. Kur nuk ke më asnjë rrugë tjetër, mos e humb shpresën, sepse lutja e sinqertë, besimi dhe mundi i një zemre që kërkon shpëtim nuk harrohen. Dhe unë dhe sot, pas kaq shumë vitesh, kur kujtoj atë ditë them vetëm një fjalë: mrekulli. Dhe sa herë më jepet rasti, vi dhe e vizitoj shpellën e Sallër Saltikut. Nuk dua t'ju flas për historinë e shpellës së Saltikut, sepse këtë mund ta gjeni kudo, në rrjetet sociale apo në libra që është shkruar apo në mite. Por doja të shfaqja me ju këtë mrekulli që unë përjetova në këtë vend të shenjtë. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe Zoti qoftë shpresa e gjithçkaje. Pra kjo ishte historia ime.
Domin? Neve, një shtonë që në do e du, për gjithë.